Shqipëria, identiteti dhe trashëgimia. Jo islami I pushtuesve, por rënjët e kombit. Nuk mund të jemi islamofob sepse duam që shqiptarët të mësojnë të vërtetën për historinë e tyre. Nuk është urrejtje fetare të kërkosh që qytetarët të kuptojnë asimilimin osman, gjenocidin dhe dhunën mbi paraardhësit tanë. Ky nuk është urrejtje, është patriotizëm I pastër. Shqipëria nuk është vend I pushtuesve dhe nuk mund të bëhet arberia e Skënderbeut që përshafoi fenë islame. Nuk mund të jenë pasardhësit e ilirëve islamistë, kur paraardhësit e tyre pranuan me dëshirë krishtërimin, siç dëshmon vetë Bibla, libri 2000 vjeçar që Pali predikoi deri në Iliri. Ne kërkojmë që shqiptarët të nënshtrohen të vërtetës historike, të nderojnë fesë e paraardhësve, të respektojnë zakonet dhe sakrificat e atyre që ranë në luftë për liri, nga koha e Skënderbeut deri në ditët e sotme. Kjo nuk është thjesht një thirrje për kujtesë historike, është një sfidë ndaj çdo përpjekjeje për të fshirë identitetin shqiptar, për të transformuar popullin tonë në një popull pa rënje, pa histori dhe pa shpirt. Ne nuk jemi kundër njerëzve, nuk jemi kundër fenë. Ne jemi për kombin, për gjuhën, zakonet dhe traditat që e bënë Shqipërinë të veçantë. Ne jemi bijtë e ilirëve, të arbërve dhe të gjithë atyre që luftuan për këtë tokë. Çdo shqiptar që haron rënjët e veta, që injoron historinë, që I fal pushtuesit të kaluar për heshtje, nuk po mbron Shqipërinë, po e shkel me këmbë shpirtin e saj. Shqipëria nuk është as e pushtuesve, as e ideologjive të huaja. Shqipëria është e shqiptarëve. Dhe kjo do të thotë nderimi I të parëve, I fesë së tyre, dhe ruajtja e identitetit të paprekur për brezat që vinë.